Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë. Përshëndetje tona të sinqerta mbi vulën e gjithë pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me mësimet tona, shoqëria që ndryshoi botën, i dërguari i Allahut dhe shokët e tij. Sonte me lehen Allahut do të tregojmë hadithin apo ndodhin e pejgamberit alayhi salatu wassalam me sahabijun pra Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu. Këtë hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam e gjejmë tek Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, ku Jabiri është transmetuesi i hadithit, i cili thot: teksa po gërmonim kanalin në ditën e Hendekut, na u paraqit një shkëmb i madh, një shkëmb i fortë, dhe shkuam tek i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për të kërkuar ndihmën e tij, sepse asnjëri prej nesh nuk mundi ta thyejmë këtë shkëmb. Dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: do të zbres unë, pra unë do ta thyej atë shkëmb. Dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur zbriti në Hendek, pra në kanal, thot Jabiri radiallahu anhu, thot pash se në barkun e tij kishte vendosur një gur për shkak të urisë së madhe që kishim gjithë ne, po ashtu dhe i dërguari i Allahut, dhe thot Jabiri kishte 3 ditë radhazi që nuk kishim shti në gojet tona pra ushim, për shkak se kanë jetu në një kohë pra ku ka qenë mungesë e mallit dhe pasurisë dhe ushimit, kanë jetu në një kohë të fukarallëkit. Dhe pastaj thot i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e mori kazmën dhe i mshoi thot gurit dhe e coptoi këtë gur. Dhe thot Jabiri radiallahu anhu, ju drejtova të dërguarit të Zotit dhe i thash: o i dërguari i Allahut, a më jep leje që të shkoj deri tek shtëpia ime? Dhe i dërguari i Allahut më dha leje dhe shkova tek shtëpia. Pasi shkova në shtëpi, ju drejtova gruas time dhe i thash: a kemi diçka për të ngrënë në shtëpinë tonë? Tha: kemi një delet vogël dhe kemi diçka prej millit të Elbit. Thot: por pse e pyet këtë? Thot: nga ajo se çfarë pash tek i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk mund ta të duroj, për atë dhe erdha që të bëjmë diçka për ushqim për të dërguarin e Allahut Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot Jabiri radiallahu anhu, u mora unë me punën e prerjes apo therrjes së delës, ndërsa gruaja filloi të gatunte pra bukën prej Elbit. Përderisa vendosa tenxherën dhe filloi të zihej tenxherja mbi gur dhe brumi vetëm se kishte ardhur, gruaja më porositi dhe më tha: kujdes kur të shkon për ta thirrur të dërguarin e Allahut, kujdes se mos më turpro para ti dhe para shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, mos thirr shumë njerëz, por thirr 2-3 vetë, sepse aq edhe kishin ushqim. Jabiri radiallahu anhu thot: shkova tek i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i thash: o i dërguari i Allahut, kemi pak ushqim, e aty dhe 2 vetë, maksimum 3 vetë. I dërguari i Allahut më pyeti sa ke prej ushqimit. Dhe unë thot Jabiri radiallahu anhu, i tregova sa kemi prej ushqimit, dha: shumë mirë është kjo. Dhe tha: nisu në shtëpinë tënde dhe mos e largo tenxherën prej zjarrit, dhe po ashtu pra mos largo edhe bukën prej furre derisa të vi unë. Tha: kështu porosite gruan tënde. Dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju drejtu shokëve të tij në Uhud dhe i tha: o shokët e mi, o ju njerëz të Hendekut, Jabiri po na thret neve në gosti. Po na thret neve në gosti. Dhe unë shkova në shtëpinë time para pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe thot Jabiri radiallahu anhu, thot: kur pash të dërguarin e Allahut me gjithë pra ata sahab në gosti ton, pra në drekën ton, dhe kur pa gruaja gjithë ato njerëz, mu drejtu pra me fjalë dhe më tha: a nuk i the profetit ta çfarë thash unë? I thot Jabiri: i kam thonë, por kështu ka vendosur pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe pastaj i dërguari i Allahut hyri në shtëpinë e Jabirit dhe kërkoi të tregohet se ku është pra ushqimi. Dela duke u zirë dhe shkon i dërguari i Allahut aty, spërkat me pshtymën e tij,
e lut Allahun e lartësuar, e bekon atë ushqim dhe pastaj shkon tek furra ku ishte brumi i bukës, e spërkat edhe brumin e bukës me pshtymën e tij, e lut Allahun e lartësuar dhe pastaj i thot gruas e Xhabirit, kërko dikën të ndihmoj për të gatuar prej kësaj buke, dhe pastaj e dërguari Allahut i thret pra shokët e tij duke i futur në shtëpinë e Xhabirit dhe ju thot avash të gjithë hyni një nga një dhe mos boni tollovi, dhe vet i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me dorën e tij pra e then copën e bukës dhe vendos mbi bukë një copë prej copës së mishit. Thot Xhabiri radiallahu anhu, thot sa herë që e nxerrke një copë mish e mbyllte tenxherën me kapak, dhe sa herë që nxerrte një copë bukë prej furre e mbyllke furrën, dhe kështu vazhdoi i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam derisa gjithë sahabët u ngopën me ushqim dhe nuk mbet asnjë prej shokëve të pejgamberit alayhis salatu wasalam pa hëngër prej atij ushqimi të përgatitur nga Xhabiri radiallahu anhu, edhe pse në sytë e Xhabirit dhe gruas së Xhabirit ishte një ushqim shumë i vogël, mirë po në sytë e pejgamberit alayhis salatu wasalam ky ishte një ushqim shumë i madh, dhe pasi mbaroi pra e gjithë ushqimi për gjithë ata sahab, mbeti ende tenxhera duke u zirë me mish, dhe po ashtu edhe furra e mbushur me bukë, dhe i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot Xhabiri na u drejtu neve që edhe ne pastaj të ushqemi, dhe pjesën e mbetur thot i dërguari Allahut shkepne tek të tjerët, sepse edhe njerëzit tjerë i ka goditur uria e madhe. Thot transmetuesi i këtij hadithi, thot aq numër i madh i sahabëve kanë qenë këtë gosti, sa që numri tyre mund t'jetë dikun 1000 vetë të cilët kanë hangër prej një dele shumë të vogël dhe prej një brumi shumë të vogël të gatuar prej bukës së Elbit. Thot betojmë në Allahun e lartësuar që të gjithë kanë hangër derisa janë ngopur, pastaj kanë shkuar, ndërsa thot tenxheria vazhdonte duke u zirë ashtu siç ka qenë në fillim, po ashtu dhe buka vazhdonte pra duke u pjekur në furrë ashtu sikurse ka qenë në fillim. Dhe këtë hadith të pejgamberit alayhis salatu wasalam vëllezër na transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Pra hadithi është prej haditheve të sakta. Para se shpjegojmë hadithin e pejgamberit alayhis salatu wasalam, është mirë me ditë se kush është Xhabiri radiallahu anhu. Ky shok i pejgamberit alayhis salatu wasalam. Xhabiri radiallahu anhu është i biri i Abdullah ibn Haramit, edhe ai ishte shok i pejgamberit alayhis salatu wasalam, ensar nga fisi Hazraj prej Medinës, pra baba i tij ka marrë pjesë në betejën e Bedrit dhe ishte prej udhëheqësve të betejës së Bedrit, dhe po ashtu ishte prej të parëve i cili ra si shehit në betejën e Uhudit, ndërsa Xhabiri radiallahu anhu pra nuk ka marrë pjesë as në betejën e Bedrit dhe as në betejën e Uhudit. Një ditë për ditëve, thot Xhabiri radiallahu anhu, thot i dërguari Allahut më pa si të thyer dhe si të mërzitur. Dhe mu drejtu dhe më tha, o Xhabir, çfarë është ajo çfarë po të shoh se ti je i thyer dhe i mërzitur? Thot, o i dërguari Allahut, thot baba im ka rënë shahid, ndërsa mu më kalon përgjegjës për familjen time. Dhe po ashtu më kalon obligime disa borxhe për t'ja kthyer. Disa obligime dhe disa borxhe për t'ja kthyer babës së tij. Dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam thot, o Xhabir, a dëshiron që të tregojë në ty diçka që posa unë ta them ty atë çfarë dëshiroj me ton, ti do t'jesh i rahatuar, do t'jesh i kënaqur? I thot, po si o i dërguari Allahut, dhe i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet Xhabrit dhe i thot, o Xhabir, i madhi Zot as kujt nuk i ka folur, vetëm se mbrapa perdës. Ndërsa thot, babës tënd Allah i lartësuar i ka folur direkt. I ka folur thot direkt, pa ndërmjetësues, edhe pa perde. Vazhdon i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke thonë se Allahu azza xhala i tha, pra o robi im, masi ishte i vdekur në varr, o robi im, i ka folur direkt Allahu azza xhala, o robi im, çfarë dëshiron me të dhënë? Ndërsa thot baba it i është drejtuar Allahut të lartësuar, ka thonë, mëri ngjall që të vritem edhe një herë për ty. Kto e ka kërku, pra baba i Xhabirit radiallahu anhu. Çfarë dëshiron me dhonun e ty,
prej të mirave dhe të kënaqësive të ahiretit, botës tjetër, ndërsa ai ka kërkuar për Allahut që i Madhi Zot me ringjall, me luftu për Allahun dhe me ra përsëri shahid për hir të Allahut subhanahu taala, ndërsa i Madhi Zot thot unë e kam dhënë premtim më parë se ata nuk mund të kthehen më në të, ndërsa pastaj thot Xhabiri Amr ibn Harami, pra baba i Xhabirit, siç tregon i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot o Zot, atëherë njoftoj ata të cilët vinë pas meje, dhe këtu edhe ka zbritur ajeti tek sura Ali Imran, ajeti 169, ku thot i Madhi Zot, kurse si mos i çuni ata të vdekur që janë vrarë në rrugën e Allahut, por ato janë të gjallë duke u ushqyer tek Zoti i tyre. Pra Xhabiri radiallahu anhu, vëllezër, nuk ka marrë pjesë në betejën e Bedrit dhe në betejën e Uhudit. Ndërsa Xhabiri radiallahu anhu ishte për atyri i cili ka dhënë besatimin e Ridvanit dhe ka qenë i fundit prej atyre njerëzve të cilët e kanë dhënë besën në natën e dytë të beslidhjes së Akabës, dhe ka qenë prej më të rinjeve të atij grupi, sikurse kanë treguar pra transmetimet e sakta. Xhabiri radiallahu anhu i është bindur babës së tij në betejën e Uhudit. Dhe baba i Xhabirit i është drejtuar Xhabirit duke thonë, o djali im, mos hajde ti në betejën e Uhudit. Rri në shtëpi dhe kujdesu për motrat e tua. 9 motra e ka pas Xhabiri radiallahu anhu. Pos që kujdesesh për motrat, thot kam borxhe, dhe ju e dini se i Madhi Zot borxhin nuk e fal. Do thonë borxhet që kanë të bëjnë me njëri tjetrin, Allah nuk e fal. Nuk e fal. Për ato ka kërku, pra Amr ibn Harami, baba i Xhabirit, ka thonë, mos hajde në betejën e Uhudit. Ruaj motrat e tua 9, edhe kam borxhe, kthej thot ato borxhe. Kthej thot ato borxhe. Sikurse tregon vet Xhabiri radiallahu anhu, hadithi është tek Imam Buhariu, thot se para se mu nisi dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam betejën e Uhudit, baba po atë natë më thirrë dhe më tha, o birim, e ndjej se unë do t'jemi pari i cili ka mu vrarë në këtë betejë. Andaj thot, gjëja më e vlefshme që po ta lo ty, përveç të dërguarit të Allahut, po ta lo ty edhe me mbikëqyr familjen time. Dhe thot, o djalë jam, thot unë e kam borxhe. Mi laj thot borxhet, edhe thot sillu mirë me motrat e tua, dhe vërtet në mëngjes, posa ka fillu beteja e Uhudit, prej parëve i cili ka ra shahid, ka qenë pra Abdullah ibn Harami, baba i Xhabirit radiallahu anhu. Pra Xhabiri radiallahu anhu nuk ka marrë pjesë betejën e Bedrit, as në betejën e Uhudit, mirë po në gjitha beteja tjera ka marrë pjesë me pejgamberin alayhi salatu wasallam, pra në 16 beteja tjera ka marrë pjesë me të dërguarin e Allahut. I dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, siç kanë ardhur transmetimet e sakta, thuhet që 18 beteja i ka bërë, me një transmetim të saktë thuhet se 19 beteja pejgamberi alayhi salatu wasallam gjatë jetës së tij, ndërsa Xhabiri ka mungu vetëm betejën e Bedrit dhe në betejën e Uhudit. Disa transmetime kanë ardhur se Xhabiri u ka shërbyer luftëtarëve të Bedrit me ujë, mirëpo dietarët e historisë islame thonë se këto transmetime pra nuk janë të sakta. Xhabiri radiallahu anhu është prej dietarëve të mëdhej të shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Ka transmetu mbi 1540 hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në fund të jetës së tij është verbuar kur njerëzit kanë filluar me tregu për të mirat e dynjos, për shtimin e pasurisë, ka thonë, sikurse ta kisha humbur edhe dëgjimin, ashtu sikurse e humba edhe shikimin. Pra mos të sikur s'po ni prej të mirave që po tregojnë njerëz që janë bën këtë dynjë, kisha pas shef, thot, ashtu s'pisho, po kisha pas shef edhe mos mini, dhe Xhabiri ka rnu 94 vjet dhe ka vdek në kohën e Mevitëve, në kohën e Abdulmelik ibn Marwanit. Pra shumica dietarëve e kanë përmendur vëllezër dhe kanë thonë se në vitin 78 Hijri Xhabiri radiallahu anhu ka vdekur dhe është varrosur në Medinë. Ka shumë për me folë për Xhabirin radiallahu anhu, por mundova shkurtimisht me përmend pak për jetën e sahabiut të nderuar Xhabirit radiallahu anhu. Xhabiri radiallahu anhu, siç tham hadithin e lartë përmendur që është tek Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, tregon një ngjarje që ka ndodhur gjatë hapjes së Endekut. Pra mes të dërguarit të Allahut dhe shokëve të tij, se si pra sahabët nuk kanë mundur
ta thyen një prej gurëve të mëdhenj mrena në hendek, ndërsa ishte i dërguari i Allahut ai i cili pra e theu atë gur, e ndo, ka ardhur transmetime të shumta se kur ka mshuar herën e parë çfarë ka thonë, herën e dytë çfarë ka thonë, herën e tretë çfarë ka thonë, mirë po nuk është dersion që të zgjeromin këtë pikë, ndërsa thot Xhabiri radhiyallahu anhu thot pash se i dërguari i Allahut kishte lidhur në barkun e tij një gur që dëshmon për shkak të urisë të madhe dhe me i ndal dhimbjet e barkut ka lidh ngur në barkun e vet. E njëjta gjë ka ndodhur edhe për shokët e pejgamberit alayhis salatu wasalam, si tham 3 ditë radhazi nuk kanë ngrër asnjë shën prej asnjë gjë prej ushqimit. Me gjithë urinë e madhe që ka pasi dërguari i Allahut, edhe shokët e pejgamberit alayhis salatu wasalam, ishte ai i dërguari i Allahut i cili zbriti dhe e theu atë gur të madh, pra e coptoi atë gur të madh që u pengonte shokëve të tij për hapjen e hendekut. Dhe ky nuk ishte rasti i parë, ka raste të shumta kur tregojnë sahabët që sa kena pas vështirësi gjatë betejave, jena mshef mbrapa shpinës së pejgamberit alayhis salatu wasalam. Edhe kur e po Xhabiri situatën e pejgamberit Zotit, murle edhe shkoi te gruaja vet dhe e pyetja kemi diçka për me hongër. Ajo tha kemi një dele të vogël dhe kemi 2.5 kg elf, domethënë 2 kg e gjys mill telbit ka pas dhe i ka ndo punë me zveti, njëri ka therr delën ndërsa gruaja ti ka filluar me gatu, me kadu ushqimin dhe gruaja vet e ka porosit kujdes mos më turpro para pejgamberit Zotit, thirrë të dërguarin Allahut veti dytë veti tretë se çaq kena ushqim. Mirë po i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thiri krejt sahabët në gostinë e Xhabirit, kur pa numrin e madh gruaja ti pak u stresu për arsye se dilte keq para pejgamberit alayhis salatu wasallam dhe para shokëve të tij, mirë po e harroi ajo bereqetin e pejgamberit Zotit, e harroi ajo se në shtëpinë tyne ju vjen njeriu më i dashur i Allahut, vulat që pejgamberëve të cilit i madhi Zoti ja ka pranuar lutjet dhe duat, pra në shtëpinë e Xhabirit ka i me gjithë bereqetin që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Më pas i dërguari Allahut i thiri sahabët një nga një të mos shtyhen gjatë ushqimit gjithë hëngrën dhe pitën dhe secili prej tyre pastaj u kthy në vendin e punës së vet. Ky është edhe pak shpjegimi i hadithit të ndodhisë së pejgamberit alayhis salatu wasalam me Xhabirin radhiyallahu anhu. Sa i përket mësimeve dhe dobive që përfitojmë nga kjo ngjarje janë të shumta. E para, në këtë hadith del në shesh forca e pejgamberit alayhis salatu wasalam, sikurse që tregohet në hadithe të tjera për forcën e profetit Zotit. Pra i dërguari Allahut i madhi Zoti ka dhënë fuqi sa 40 burra. Tham, sa herë që sahabët kanë pas probleme dhe kanë pasur frikë në ballafaqim gjatë luftës, janë mshef mbrapa pejgamberit alayhis salatu wasalam. Dobia e dytë është udhëzimi i pejgamberit alayhis salatu wasalam në bashkëpunim me shokët e tij në punë dhe në detyrat që ju kanë taku. Pra i dërguari Allahut nuk ka jetu jetesën e një mbreti të urdhron të tjerët për punë ndërsa vetë shikon ata. Jo. Ka qenë kundërta. Pra i pari i dërguari Allahut ka qenë ai i cili ka filluar punën, pastaj të tjerët. Pra ka qenë i barabartë në punë, sikurse e dini ndërtimin e xhamisë, kur e kanë ndreshur xhamin, momentin kur e kanë bëu hijretin, gjën e parë që i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka bën me din ndërtimin e xhamisë, pastaj ka vllazëruar sahabët me zveti dhe i pari ka qenë prej atyre që ka punuar në ndërtimin e xhamisë. Dobia tjetër është se vetë i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po ashtu edhe shokët e tij kanë jetuar një jetesë të miskinave, jetesë të fukarallëkit, nuk kanë pas me hëngrë dhe me pi. Nuk kanë pas ushqim me bëllëk. Mirë po, krahas mungesës së ushqimit nuk janë ndalë obligimeve që janë urdhruar prej të dërguarit të Allahut më bo. Dhe ajo ka qenë hapja e kujt, hapja e hendekut. Nuk është kollaj njeriu me hap ose me i në punë kur barkun e ka të shprast. Ndërsa kur është barku i ngjit, sadopak e ka një lloj force që të shtyn për me punu më tepër. Dobia tjetër është vëllezër se muslimani në çdo kohë duhet punoj. Pa marr parasysh gjendjen e tij çfarë e ka. Është fukara, duhet me kërku riskin, duhet me punu. Është pasionik, duhet me punu. Për atë edhe i ke pas sahabët, pra edhe pse kanë qenë miskina, fukarenje, kanë punu, nuk janë dalë. Krahas kësaj,
ja shtojmë pos punës që e kanë bo. Me përfitu çështjet të dynjës, sahabët nuk janë dalë edhe në përfitimin e botës së tjetër, ahiretit, duke përhapur fenë e Allahut të lartësuar, as sa kanë pas mundësi. Dobia tjetër është vëllezër se gjithmonë puna kolektive sjell rezultat. Pra i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur filloi me hapën ndegët nuk kej veten. Pra tham mbi 1000 sahabi, ndoshta edhe më pak. Mirë po argumentojmë atë se sa sahabi kanë shku për të ushqyer në shtëpinë e Xhabirit radhiyallahu anhu. Pra kur u bën gjithë së bashku, pra e arritën suksesin, e hapën hendekun. Mirë po i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka ndohë punët me sahabët. Pra çdo 10 vete ka bën një grup, 10 vetë prej këtu deri aty, pastaj pjesa tjetër prej këtu deri aty e kështu me radhë, me rëndësi secilin ka qitë në pozitën e vetë, në punën e vetë dhe ka ardhur deri te suksesi. Dobia tjetër që përfitojmë nga ky hadithi pejgamberit alayhis salatu wassalam është dashuria e madhe e shokëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe kujdesi i tyre për të dërguarin Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra me gjithë këtë pakicë të ushqimit që kishte Xhabiri dhe gruaja vet në shtëpinë, ata qatë mall të vogël, një dere të vogël dhe 2 kg e gjys elbe patën, e sakrifikuan për pejgamberin alayhis salatu wassalam. Që i bie dashnia ndaj profetit ka bo me dhonë çdo sen për hir të Allahut dhe me dhonë për pejgamberin alayhis salatu wassalam, pra ato që patën e gatuan për të dërguarin e Allahut. Dobia tjetër është se lejohet që njeriu me bisedu me një tjetrin fshehur razi. Me bisedu me një tjetrin fshehur razi. Por kur ndodh kjo? Ku në mesin atyre njerëzve nuk janë vetëm 3 persona, po janë më shumë se 3 persona. Pra Xhabiri radhiyallahu anhu shkoi dhe i foli profetit Zotit fshehur razi. Hajde ti edhe 2-3 vet në ushqim ton, ndërsa aty kanë qenë binimi sahab. Ajo e cila kritikohet edhe ajo e cila nuk bën është kur janë 3 vet, 2 mundo edhe me fol fshehur razi. Pse e ka ndaluar dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Sepse kjo e trishton të tretin, mendon se mos ndoshta diçka po folet për to. Sikurse ka ardhur hadithi që e gjejmë tek Imam Buhariu, Imam Muslimi dhe Abu Daudi për haditheve të sakta se i dërguari Allahut ka thonë kur të jeni 3 veta, të mos i përshpëritni 2 prej tyre një tjetrit, e taloni anash të tretin përderisa të mos jeni të përzier mesin e njerëzve, sepse ka thonë kjo e mërzit personin e tretë. A kur ka shumë njerëz, bën mundo dhe me fol me një tjetrin. Ndërsa ku janë vetëm 3 vet, nuk preferohet, pra nuk pëlqej dhe nuk lejohet, mundo 2 vet edhe pastaj me bisedu me një tjetrin. Po ashtu dobi tjetër që përfitohet nga kjo ndodhi është se prej udhëzimit të shokëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam ishte edhe ndarja e punës mes burrave dhe grave. Pra burrat janë marrë me punë jashtë shtëpisë, ndërsa gruaja është marrë me punët që kanë të bëjnë brenda shtëpisë. Dhe ju e dini ndodhinë e Aliut radhiyallahu anhu me Fatimën, kur i dërguari Allahut pyet se ku është Aliu, thotë ja Rasulullah ka dalë. Dhe shkon dhe e gjen të shtriur në bark në xhami, dhe një gjë aty nuk lejo, profeti i Zotit e fut komën në bark, edhe rrotullon thotë ngritu o baba i tokës, ja Ebu Toram, baba i dheut, edhe i tregon pastaj dërguari Allahut se punët e tua janë jashtë shtëpisë, ndërsa punët e Fatimës janë brenda shtëpisë. Pra, njëjtën gjë e ka bëu dhe Xhabiri me gruan e vet. Pra, ka dalë çka ka të bëjë jashtë shtëpisë me bakti, me theri, me këto sene i ka bëu, ndërsa brenda shtëpisë i ka bëu vet gruaja e Xhabirit. Dobia tjetër është se mund të ndodh nganjëherë që gruaja me të çortu, sepse e çortoi Xhabirin gruaja vet. Ai tha thirri 2-3 vet me profetin e Zotit, ndërsa ku i pa para shtëpisë 1000 vet. Domethënë, pse është ky çortim? Ky çortim është për arsye se kjo po del keq para profetit, po del keq para sahabëve. Domethënë, po do të shihet me një sy të keq, na ke thirr me ëngër, na ke qit kurrëgjë. Domethënë, nuk ka të keq që ka njerë edhe nëse gruaja ta lëshon në Allah ty për arsye se faji nuk është i saj, po është yti. Është yti në çështje të organizimit dhe në çështje të urdhrave që t'i jep për me i thirr njerëz ose kur ajo ka bogati diçka prej ushqimeve. Po ashtu vëllezër dobi tjetër është se gostia e Xhabirit radhiyallahu anhu ka qenë një mrekulli që tregon sinqeritetin e pejgamberit dhe që tregon vullën e pejgamberisë.
Pra pejgamberllëkun e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i lartësuar ati ja shtoi pra apo e bekoi atë ushim përmes pshtymës së pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe përmes lutjes së tij. Po ashtu dobi tjetër është edhe se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur mur verse sa ka për ushimit Xhabiri, e dinte se ky ushim do të mjaftonte për gjithë ato sahabi. Do të thonë sikurse ka në hadith sakt ushimi për 2 vet mjafton për 3, ushimi për 3 mjafton për 4, ushimi për 4 mjafton për 5, shtoja kësaj edhe lutjeve dhe duave që i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka bë për ushimin e Xhabirit. Dobia para funit është modestia pejgamberit alayhi salatu wasallam shifet edhe në hapjen e kanalit. Pak para se të fillon betejë e Hendekut, ka punu baraz me shokët e vet. Po që ka punu baraz me shokët e vet, dhe është lodhi dërguari Allahut gjatë hapjes së Hendekut, nuk u nal në shërbim të shokëve të vet. Shkoi në shtëpinë e Xhabirit, çfarë boni? Soptoi ke bukën, mbi bukë që të ke mish, edhe i shërbeu krejt sahabët dhe fund hangri vet. Domethënë masi ka shërby krejt sahabët, në fund i dërguari Allahut ka ngrënë prej ushimit. Kjo më tregu se sa modest dhe çfarë dëmshuri të madhe ka pas i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam karshi shokëve të tij, pra sahabëve të nderuar. Dhe dobia funit është se mrekullia e cila ka ndodhur në shtëpinë e Xhabirit, pra në betejën e Hendekut, nuk ishte kjo mrekullia e parë. Domethënë kjo ishte një prej mrekulliave që i është dhënë apo i është shfaqur pejgamberit alayhi salatu wasalam, pra në shumë beteja ka ndodhur mrekulli të shumta. Për shembull, i dërguari Allahut një për betejave janë anku sahabët se ai pus nuk ka më ujë, ndërsa i dërguari Allahut ka spërkat me pshtymën e tij, ndërsa ai pus nuk është ndalë më prej ujit. Pastaj mrekullia tjetër është se po në betejën e Hendekit, do të thonë ka ardhur dikush me një tas të vogël me hurma, ndërsa i dërguari Allahut i ka spërkat me pshtymë dhe ka hongër gjithë shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra për mrekullive shtimi i ujit, për mrekullive shtimi i ushqimit, për mrekullive shtimi i hurmave e shumë mrekulli tjera. Ky është dersion për sonte. Lutim Allahun të na falë dhe mëshiron. Me shpresë që takojmë në dersin e radhës, ku do të flasim për ndodhinë e 8 apo hadithin e 8 të pejgamberit alayhi salatu wasalam me shokët e tij sallallahu alaihi wasallam.